Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar hyrjen e Luizellit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Ashtu në fakt si që tham dhe si që kuptuam, Luizelli do të qëndroj një javë brenda kësaj shtëpie sepse televotimi është i bërë që janë 4 banor, do të thënë janë 2 grupe. Njëri nga 2 grupe do përzgjidhet të martën dhe prej të martën shkon në një televotim tjetër që nuk kupton deri të shtunën, më pak, dhe njëri prej 2 banorëve duhet largohet nga shtëpia e Big Brother, që nuk kupton do largohet Luizi sepse Luizi nuk është banor, por është me mision brenda asaj shtëpie. Në fakt, unë e kam komentuar, dua të jem koherent për atë që e thash, duke njohur mirë strategjinë e lojës se si funksionon. E dija që banorët nuk do ta presin mirë Luizin dhe nuk do ta duartrokasin hyrjen e tij. Nuk e duartrokiti Mateo, por ishte i heshtur, por ai që në fakt bën si gjeli pa kokë dhe nuk e kuptoj pse bën si gjeli pa kokë, realisht është Rogerti. Me hyrjen e Luizit do të kuptojmë qartazi se kush është strategu brenda shtëpisë së Big Brotherit. E pash pak më elekuent, me thënë drejtën Mirin, u fut pak më me qetësi, hyri më në lojë, filloi që të përdorën logjikën jo emocionet, ndërsa në këtë rast Rogerti filloi që të përdorën emocionet. Mendoj që deri diku, do me thënë, sekretin e vëllaut të madh po e kupton Kristi, sepse Kristi po fillon të logjikon se me çfarë misioni dhe me çfarë qëllimi ka hyrë Luizelli. Vërtet ka hyrë si banor, duke i patur gjitha ato të mira jashtë, duke e fituar një Big Brother, duke i patur të gjitha ato arritjet, nga që është një banor që ka arritje të jashtëzakonshme, apo ka këtu një mision që duhet ta hulumtojnë dhe ta studiojnë banorët. Banorët mu duken shumë të thjeshtë, sidomos Rogerti mu duk i pa logjikshëm fare. E prisja që në fakt Rogerti ta logjikonte lojën, ta studionte lojën, të mendonte pak më gjerë dhe pastaj do me thënë të krijonte një lloj lufte shpirtërore, nëse mund ta quajmë kështu, me Luizin. Ai e pa si konkurrencë të fortë Luizin, edhe me frikën më të madhe, dhe normalisht ju vërsul që Luizi më pëlqen. U tregua strateg si gjithmonë që ka qenë, që nëpërmjet ignorancës, nëpërmjet fjalëve të tij bombastike, i futi në lojë banorët. Luizi u tregoi që asnjëri nuk din të luajnë dhe asnjëri nuk janë strateg. Tani, unë mendoj që banorët do t'jenë të ashpër me Luizin, nuk e duan, nuk e mirëpritën mirë, do të krijojnë debate shumë të forta, debatet me atë sapo kanë nisur. Mendoj që do ta fuqizon Artanin jashtëzakonisht shumë në lojë dhe për mendimin tim, Artani e ka fituar Big Brotherin e tij, sepse vetëm fakti që është banor i vetëm me Luizin ka një rëndësi shumë të madhe për Artanin brenda asaj shtëpie. Mendoj që Luizi do të luan një mekanizëm shumë interesant, do me thënë mekanizëm që banorët do t'i revolton shumë, do t'i provokon jashtëzakonisht shumë, do me thënë Luizi është jo për një Big Brother, unë mendoj që Luizi është gati për 20 Big Brother për të qenë brenda dhe për t'i provokuar banorët. Që të gjithë e kanë vëmendjen tek Luizi, më vjen keq për Alesion dhe për Markon që nuk arritën dot të marrin vëmendjen e banorëve të rinj, sepse ka hyrë Luizi, por Luizi është strateg. Do me thënë Luizi ka hyrë me një strategji, siç e thash më parë, që do të trazoj ujërat e kësaj shtëpie, do të trazoj banor për banor dhe do të trazoj krejtësisht lojën e Big Brother VIP Albania 5. Sonte i shoh banorët entuziast në fakt për t'u ofruar tek Luizi, për ta njohur lojën e tij, etj. E shoh Mirin shumë të zgjuar në këtë drejtimin, sepse Miri e di shumë bukur se në çfarë impakti ka jashtë Luizi. E shoh Mateon shumë të ftohtë, do me thënë, në asnjë lloj mënyre duke e respektuar apo duke ofruar Luizin si një banor i ri e jo më shumë, dhe në anën tjetër e shoh Rogertin, që në fakt Rogerti është krejtësisht out prej loje dhe nuk e kupton lojën fare. Mali është strateg, Mali e ka pritur shumë mirë dhe mendoj që ka bërë gabimin Gimbo, që nuk diti do me thënë të bën përzgjedhjen mes shifteve, por përzgjodhi Mirin sepse i qëndron afër Selinës. Unë mendoj që strateg janë ato banorë të cilët
e bëjnë ndryshimin e lojës në momentin kur ti nuk e pret. Nuk mundesh të shkosh në një vit të drejt në Big Brother. Big Brother është, do me thënë, gjërat ndryshojnë në sekond, po si kape ti të kapën ai ty, dhe mendoj që Gimbo nuk është aq brenda lojës. Është treguar sot, do me thënë, që nuk është aq brenda lojës, sepse kisha pritur që të jetë pak më strateg, por nuk është strateg. E kanë marrë me shumë nervoz banorët, e shikoj dhe tani, e kanë marrë me shumë siklet hyrjen e Luizit, i trëmben realisht hyrjes së Luizit, por unë mendoj që banori i cili, se po shoh dhe ato dhe po komentoj, janë duke ngrënë darkën tani, banori i cili do ta kupton këtë sekretin e madh gjatë ditëve në vazhdim, sepse normalisht Luizi nuk do të jetë aq shumë i përfshirë në për debatet e këtyre, do të jetë Kristi ose Stenal. Do me thënë, i shoh këto dy banor që mund ta kuptojnë edhe pse Kristi në fakt i rap pak në temë që mund të jetë një banor me mision. Gjithsesi, Luizi i ka dhënë adrenalin shtëpis, i ka dhënë energji shtëpis, është i lindur për këtë, më duhet ta them edhe një herë. Uroj që Rogerti të qetësohet dhe uroj që nuk do t'i thyej rregullat, sepse sonte sapo i thyej ti rregullat dhe tani Rogerti rrezikon që të del me zarf të zi. Unë nuk dua që Luizi, domethënë, të futet tash dhe t'i nxjerrën këto me zarf të zi, se atëherë i bie që kot të shkryuar ky Big Brother i këtij vitit, le të mbaron Big Brother i Luizit, por unë një gjë e kam thënë. Big Brotheri e mori epitetin që në kohën e Luizellit. Do me thënë, nëse ne kemi Big Brother sot dhe ndjekim me kaq dashuri dhe me kaq kureshtje, është që në kohën e Luizit, kur Luizi i vuri vulën Big Brotherit. Tani Luizi do fillon me strategjit, do fillon me provokimet, do t'jep mendimet e tij të para në dhomën e rrëfimit, që në momentin kur Luizi do del nga shtëpia për disa ditë, do me thënë, banorët do t'jenë të mahnitur nga fakti se si mundet të mos e kenë kuptuar realitetin se Luizelli ka hyrë me një mision. Do me thënë, tani në shoh shumë energjik, tani në shoh shumë të lumtur, se realisht Luizi po e fuqizon brenda gjithë banorëve, dhe mendoj që tani kur skeçi bën ati mretit, i bie Samarit, dhe unë mendoj që banorët do merren me tani, sepse e shohin si tip të fortë. Se si do të qëndrojnë brenda këtij kombinimit, unë them shpirti i tyre e din, ndonjëherë dhe i kuptoj sepse duan ta fitojnë Big Brotherin, por qasja e Rogertit është duke treguar një djalë arrogant të papar që nuk duhet të sillesh në atë formë, sepse ne shqiptarët realisht e kemi një traditë, ne nuk e presim mysafirin duke ofenduar, duke e denigruar dhe duke u munduar që mllefin ton ta nxjerrim tek ai. Mysafiri pritet me shumë dashuri dhe Luizelli por i kthehet në shtëpinë e vet, dhe mendoj që sepse shikoj që nuk e pritën mirë, nuk i bën vend, me thënë, e injorojnë pafund vetëm e vetëm nga inati që kanë. Unë mendoj që Luizi do ta gjejë vendin dhe do t'ua tregojë të gjithëve vendin aty brenda në shtëpi dhe fytyrat e vërteta.